Të dielën e 8 shkurtit janë zhvilluar 2 nga 6 ndeshjet e javës së 22 të kampionatit të kategorisë së parë në futboll, pasi 4 ndeshje të tjera u luajtën të shtunën. Skuadra e Burrelit luajti në Liri Ballabani me skuadrën e Lirisë së Fushkrujës, ndërsa Besa u përball me luftëtarin e Gjirokastrës. Të dyja këto ndeshje përfunduan pa fitues pasi përfunduan me rezultat të barabartë 1-1. Ndeshja mes Burrelit dhe Ilirisë u zhvillua në tension, pasi miq kishin kërkuar forca shtesë policie, edhe pse tashmë në këtë stadium nuk ka patur prej shumë vitesh incidente. Kjo i dha përballjes një atmosferë tensionuese. Ka qenë djem të drejtuar nga tekniku Samuel Nikaj, që kanë kaluar të parë në avantazh me anë të Xhabrahimit në minutën e 36 të pjesës së parë. Ndërkohë miqt kanë barazuar shifrat në minutën e 61 me Fofana dhe arritën të ruajnë rezultatin deri në minutën e fundit të lojës. Me këtë barazim Burreli ka humbur edhe një vend në renditje, duke zbritur në vendin e 5 me 30 pikë në total, ndërsa Iliria është ngjitur në vendin e 6 me 26 pikë në total. Kategoria e parë kryesohet nga Skënderbeu i Korçës me 48 pikë, teksa i është afruar Laçi me 45 pikë. Tabela mbyllet me 2 skuadra që zbresin automatikisht në kategorinë e dytë, Luftëtari me 16 pikë dhe Kukësi me 12 pikë.